Një tjetër punë diskutabile ishte prezenca e kriterit H-faktor, çka ishte? H-indeksit. Okej. E kemi diskutuar këtë edhe me ekspertë të ndryshëm, të cilët kanë arritur që t'japin argumentet mjaftueshme se H-indeksi nuk është kriter bazë për rritjen e cilësisë. H-indeksin nuk e plotson as kryeministri. Nuk po hyjnë në ato çështje Okej, unë hy. Po H-indeksi mund të thuhet se nuk është një kriter bazë i cili përcakton cilësinë e një punimi. Okej. Edhe duke pas parasysh këtë, e kemi argumentuar. Mirë, kemi arritur deri te një marrëveshje që H-indeksi të mos jetë kriter bazë në vlerësimin e cilësisë së punimeve me të cilët profesorët do të garojnë në ngritjen e tyre akademike. E kemi larguar si kriter bazë. Paska heq kryeministri që kur të kthehet, Ka qenë propozim edhe insistimi joni. Okej. Me thënë të drejtën. I keni edhe ju kryeministra të ujtë që si plotësojnë këto H-indeksat. Nuk jam pjesë e botës akademike, jo të gjithë.